E nderuara zonja Albulena Agjiu, ushtruese detyrës së Presidentës të Republikës Kosovës, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuara zonja Vasfije Krasniqi, Shyrete Tahiri, të dërguara speciale të Presidentes për dhunën seksuale gjatë luftës, i nderuar zotëri Ramadan Ishori, i mbijetuar aktivist i drejtave të njerëzit, të nderuar kryesuese të grupeve parlamentare në Kuvendin e Republikës Kosovës, të nderuar deputet, përfaqësuese, drejtues të institucioneve të shtetit, të nderuar ambasadorë dhe diplomatë të tjerë të akredituar në Republikën tonë, të nderuar përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe të organizatave ndërkombëtare, e nderuara zonja Feride Rushiti, drejtore ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, të dashurat të mbijetuara dhe të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, zonja dhe zotërit nderuar të pranishëm, në ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, nderojmë çdo grua dhe burr, vajzë, djalë, fëmijë që përjetoi dhe mbijetoi këtë krim të rënd dhe çnjerëzor, këtë armë lufte të përdorur sistematikisht nga forcat okupuese të Serbisë. Sot qëndrojmë bashkë me respekt e dhimbje të përbashkët dhe me zotimin se nuk do të lejojmë asnjëherë që kjo e vërtet të harrohet. Sot nderojmë Marte Tunajn, Vasfije Krasniqin e Shyrete Tahirin, që me guxim dëshmuan të vërtetën mbi krimet e Serbisë në Kosovë. Me kuraj të jashtëzakonshme, Ramadan Ishori theu heshtjen dhe u bë zëri i parë publik i burrave të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Andaj kjo ditë është edhe thirrje për mbar shoqërinë që të mbështes edhe gratë e burrat e tjerë të mbijetuar që vazhdojnë të përballen me paragjykime në kërkim të drejtave që atyre u takojnë. Të dashurat të mbijetuara dhe të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, heshtja dhe stigma që ende rëndojnë mbi viktimat e këtij krimi lufte vazhdojnë të pengojnë mira të mbijetuar që të kërkojnë drejtësi dhe mbështetje. Kjo heshtje nuk duhet të jetë më barë e juaja, ajo është përgjegjësi e jona si shoqëri për ta thyer atë. Është detyra jonë si shtet e shoqëri që të ofrojmë përkrahjen tonë maksimale me empati dhe respekt të thellë njerëzor. Në vitet e pas luftës, roli i organizatave të shoqërisë civile, veçanërisht i atyre të udhëhequra nga gratë, ishte jetik. Përveç ofrimit të përkrahjes ndaj të mbijetuarve, organizatat e grave janë edhe partnerët e institucioneve dhe vazhdojnë të kontribuojnë edhe në hartimin e politikave që avancojnë drejtësinë tranzicionale e që reflektojnë realitetet dhe nevojat e të mbijetuarve. Andaj, për të lehtësuar sa më shumë procesin e aplikimit të mbijetuarve në Komisionin Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, qeveria po vazhdon financimin për 4 organizatat e autorizuara në këtë proces. Qendrën Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Qendrën për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, Medika Gjakova dhe Medika Kosova. Të nderuara zonja dhe zotërej, dhuna seksuale është përdorur sistematikisht nga Serbia si mjeft lufte në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Pas 23 vitesh pandëshkueshmëri, në korrekt të vitit 2021, u shënua një hap drejt drejtësisë me dënimin e parë të kriminalit të luftës Zoran Vukotić për dhunën seksuale ndaj një gruaje shqiptare në Vushtrri. Viteve të fundit, po rritet numri i gjykimeve dhe i dënimeve për këto krime lufte që nuk parashkruhen e as nuk falen. Ndryshimet që i kemi bërë bashkë në Kodin Penal të Kosovës mundësojnë gjykimin në mungesë për krimet e luftës. Megjithë këtë, numri i dënimeve mbetet ende i ulët dhe jo proporcional me përmasat e mëdha dhe thellësinë e krimeve të dhunës seksuale gjatë luftës. Këto krime nuk prekin vetëm të mbijetuarat dhe familjet e tyre, por lënë pasoja të thella që transmetohen si traumë e vazhdueshme ndërbrezore.
Ndërka që Kosova nderon viktimat e krimeve të luftës, Serbia vazhdon të shërbejë si streh për fshehjen e kriminalëve dhe mohimin e krimeve. Sot, kuvendi ynë i Republikës Kosovës nderon viktimat e dhunës seksuale të përdorur si armë lufte, e kuvendi i Serbisë pak ditë më parë u shndërrua në hapësirë për falsifikim institucional të së vërtetës dhe glorifikim të njësive përgjegjëse për krime lufte në Kosovë. Atje u organizua ekspozita për njësitë e ushtrisë jugoslave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, komandantet më të lartë të cilave janë dënuar për krime kundër njerëzimit në Kosovë gjatë vitit 1999, duke mos u distancuar nga e kaluara e saj kriminale. Përkundër mungesës së reflektimit nga Serbia, përvoja e Republikës Kosovës në adresimin e dhunës seksuale gjatë luftës po shërben si shembull i rëndësishëm për vende të tjera të prekura nga konflikti. Në veçanti, bashkëpunimi dhe shkëmbimi i përvojave me Ukrainën dëshmon se praktikat tona po kontribojnë në mbështetjen dhe fuqizimin e të mbijetuarve edhe përtej kufive tonë. Nga dhimbja e popullit tonë po lind një forcë që ndihmon edhe popujt e tjerë. Për herë të parë pas përfundimit të luftës, kemi miratuar dhe po zbatojmë strategjinë për drejtësi tranzicionale, kemi filluar procesin e dokumentimit krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, për të garantuar ndjeshmërinë gjinore në këtë proces. Në Institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, në fillim të procesit ishte angazhuar edhe zonja Shyretit Tahiri, që sot është këtu me neve. Me ne sot në sallë është dhe zonja Vasfije Krasniqi, ish deputete në Kuvendin e Kosovës, madje një ndër gratë më të votuara. Këto janë dëshmi të rritjes së mbështetjes shoqërore dhe institucionale. Megjithatë, është thelbësore që kjo mbështetje të mos mbetet simbolike apo e përqendruar, por të zgjerohet dhe të arrijë te çdo e mbijetuar dhe i mbijetuar në çdo cep të Kosovës, duke siguruar qasje të barabartë në drejtësi e në shërbime. Qeveria e Kosovës në vazhdimsi angazhohet për mbështetje të vazhdueshme për të gjitha kategoritë e dalura nga lufta jonë çlirimtare. Me këtë qëllim, nga muaji janari vitit 2025, kemi ngritur edhe pensionet e përcaktuara me ligjin për kategoritë e luftës, përfshirë viktimat e dhunës seksuale të luftës. Bashkërisht po forcojmë përpjekjet tona për të përkrahur të mbijetuarat e të mbijetuarit. Këtë rrugë do të vazhdojmë, sepse duhet të vazhdojmë së bashku me përkushtimin e palëkundur për drejtësi. Të nderuar të pranishëm, këto ditë është rikujtim se nuk do të lejojmë kur që dhembja, vuajtja dhe sakrifica e të mbijetuarve dhe të mbijetuarve të shpërfillet. Në këtë ditë kujtojmë edhe ata që nuk janë më mes nesh, viktimat të kësaj arme të egër lufte, kujtimi të cilëve na obligon të kërkojmë drejtësi pa u ndalur. Si shtetë e shoqëri, ne po ecim përpara, teksa punojmë për ballafaqimin me të kaluarën, me angazhimin tonë të përbashkët për të ndërtuar një shoqëri më të ndjeshme, më të vetëdijshme, më të përgjegjshme, duke ndëruar kujtimin e secilës viktimë dhe sakrificën e mbar popullit tonë. Kosova jonë është shtet i së drejtës dhe i drejtësisë, dhe atë po e përparojmë çdo ditë bashkë me dashuri të madhe e me besim të plotë në të ardhmen tonë si Republikë Demokratike Evropiane, si shtet ligjor e zhvillimor që i bën bashkë barazinë me solidaritet, por edhe jetesën e gjithë secilit, e gjithë secilës me dinjitet. Ju faleminderit. Falenderojmë Kryeministrin.